Duke respektuar dhe unë protokollin, po flas në italisht, ju folët për 6 mujorin e parë të vitit 2028, ndoshta do të fillojmë të mbyllim politikisht edhe kapitujt. Ju folët për ministratit e Shqipërisë që flasin në italisht, po ju siguroj që mes nesh kemi dhe ministrat e cilët flasin shumë mirë greqishten, por kjo nuk na ndihmon me Athinën. Ndoshta nëse do të kishim një problem me Greqinë, çfarë do të bënte Italia? Kjo është pyetja për ju. Zonja kryeministre, shumë nga marrëveshjet flasin për një panoramë që është ajo e sektorit të mbrojtjes. Flitet për 2 auto vedeta. Kjo do të përdoret edhe për të ndaluar fluksin migrator, pasi ju kujtoj që vëllai i motrës apo motrave të Italisë është një herë është edhe kryeministri i një populli emigrantësh. Dhe kështu do doja t'ju kujtoja ngjarjen e rëndë me Anien Sibila të para shumë viteve më parë dhe për sa më takon shteti italian ende nuk ka kërkuar falje për këtë. Për sa i takon çështjes së hapjes së dialogut politik, shikoni, siç u përgjigja dhe më parë, ne jemi mbështetës të hyrjes së Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Sigurisht, duke respektuar rregullat, mendoj që fakti që do të përfundonin marrëveshjet më të fundit teknike tregon edhe një punë shumë të mirë dhe të madhe që është bërë nga ana e Shqipërisë. Është diçka që ne po e ndjekim dhe po përpiqemi ta lehtësojmë, madje gjatë mbledhjes sonë plenare me ministrin e drejtësisë Carlo Nordio u fol edhe për mundësinë e përfshirjes së universiteteve italiane dhe fakultetet të drejtësisë italiane pikërisht në hartimin e teksteve juridiksionale kështu me radhë. Pra, çka bëjmë ne është që të japim ndihmën tonë 360 gradë. Sa i takon dialogut politik, është e qartë që ne do të mbështesim për mbylljen pozitive të dialogut politik, por nëse mund të them, e di që ka disa fërkime, disa vështirësi. Unë i di, njoh miqtë mi grek, njoh kryeministrin Mitsotakis dhe dua të them që ata janë njerëz të cilët kanë punuar gjithmonë për të mirën e Europës dhe për të ardhmen e Europës. Kjo do të thotë që unë nuk besoj se ka gjë për të druajtur në këtë kuptim. Unë do të thosha që si Italia ashtu dhe Greqia janë 2 vende fshinj, fakti që është deti në mes na relakson për sa kohë ne takojmë njëri tjetrin, ndërkohë me linjën jemi në një linjë kontakti, pra ndoshta ndonjëherë mund të jetë pak më e ndërlikuar se nuk kemi kohë të relaksohemi duke notuar apo ndërkohë që përshkojmë me varg për të shkuar tek tjetri, por thënë kjo, unë do të thosha që pasi ka kaluar një moment jo i lehtë për të gjithë arsyet që të gjithë i njohin, ne jemi në rrugën e duhur, jemi duke punuar mirë së bashku, e kemi thënë gjithmonë, për ne vlerat, parimet e mbrojtjes pakicave janë vlera dhe parimet të cilat janë të pandashme nga ekzistenca e Shqipërisë demokratike. Dhe kur Shqipëria vë përpara nesh apo si të thuash na thërret në këtë drejtim apo na bën ndoshta ndonjë vretje në këtë kuptim, janë të mirëseardhur. Ndërkohë ne jemi duke punuar dhe për gjithë pjesën tjetër dhe unë jam shumë optimist për faktin që në vitin 2028, kohë kur Italia do të ketë kryesinë dhe Giorgia do duhet të drejtojë negociatat politike për antarësimin e Shqipërisë në Europë, nuk do të ketë nevojë të tërheqë veshin Kyriakos sepse do të thotë që deri atëherë do kemi zgjidhur çdo gjë.